Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja kur i takojmë sërish për të dytën herë pas një pushimi, pas një pauze me Angelin, për gjithë që thoni oj pse se ke Angelin. E kemi pas parë disa ditësh, jemi sërish tu dhe të shumët janë ata Angel që thonë që Angeli do t'jetë ai që drejtoj protestën atje dhe populli shqiptar që ka dalë në shesh ta zgjedhë për kryeministër ose për ministër drejtësie. Tani unë nuk e di se kush janë këta persona, e di që të shumë janë ata që kanë shprehur këtë në rrjetet sociale, në atë që më ka mbetur, domethënë, vetëm TikTok-u më ka mbetur mua. Dhe i përshëndes ata të gjithë, i falenderoj për besimin dhe do të shtoj një dy gjëra unë në lidhje me këtë. Tani, unë besoj, ashtu si që shikoj unë situatën, që jemi para dy opsioneve. Njeri është që ish pushteti, domethënë i këtyre 35 vjetëve, Edi, Saliu, tjetri, të vazhdojët domethënë me atë mendësi. Dhe me sa kuptoj unë, ndërhyrje të shumta janë bërë në këtë protest me qëllim që të kapet koka. Patjetër. Ashtu. Se natyrisht gjitha forcat synojnë këtë. Unë pash atë Pilinçin para një 2 ditësh që kishte filluar të akroje atyre njerëzve të Sali Berishës, qëroni këtu ti do t'ju kapim, do t'ju mërthejmë, kemi marrë forca këtu dhe dakord. Po të gjithë Angel duan që të marrin aty, të futen, të përfshihen. Po pra, normal. Populli edhe këto gjithë secili nga këta. Është normale. Ka ndërruar ta ketë një turp kaq të madh. Prit çka ka ndodhur. Tani, ju nuk dini një gjë. Dhe dyshimi im është që kjo protest përveç faktit real që se më kush që se më dot kush. A se bën dot pis kush? Që kjo energji popullore është e mrekullueshme për kohën e sotme, kjo nuk diskutohet. 2, që kjo energji popullore ka një zëmërat të jashtëzakonshme dhe ka arsye reale për të qenë e tillë, që kjo zëmërat popullore drejtohet kundër ish pushtetit, që është akoma në këmbë, më thënë atyre që ishin dhe atyre që janë akoma në këmbë, dhe që ata që janë në këmbë të jesh i sigurt që nuk janë 1-200, po janë me 10 mira. Njerëz që pushteti i ka bërë pis dhe i ka bërë për vete. Dhe nuk është as pak anormale me 10 mira, më dëgjoj mirë mua. Po dëgjoj, po habitëm. Domethënë, po ti mbledhësh bashk partizanët e Salës, partizanët e Edit, partizanët e Ilirit, partizanët e të tjerëve, ata që deri tani kanë mbatur këtë lloj pushteti, janë me 10 mira, aktiv. Nuk po flas për shembull se Partia Socialiste mund të ketë, domethënë mbështetës kur dalin në shesh ata apo shkojnë votojnë kanë ja 500-600.000 apo 1 milion. Jo, nuk po flas për këtë pjesë. Po flas ata që janë aktiv në marrëdhënie kriminale. Ata që kanë bërë me të vërtet dëm këtij vendi. Pse quhet kriminale? Sepse ata në mënyrë të ndërgjegjshme kanë bërë veprime që nuk duhet i bëj pushteti. Kanë thyer ligjin. Janë korruptuar, po pra krim, kanë kërcënuar. E kupton? Kanë numëruar keq votat, e tjera, gjithë farë vepra kriminale. Tani, do ta përsëris edhe një herë unë. Unë shikoj shumë nga ata të rinj që vinë aty dhe marrin mikrofonin në dorë. Tashti, gjë e mirë është në dukje. Priteni. Gjë e mirë në dukje. Dhe pse e them unë gjë e mirë në dukje? Unë ta kam thënë jo sot, po para 2 vjetësh të kam thënë që pjesa, domethënë nga ata që kanë ikur jashtë shtetit, jo të gjithë kanë qenë të detyruar të ikin. E kupton? Domethënë jo të gjithë kanë ikur sepse s'kan pasur bukë për të ngrënë, sepse dikush i ka kërcënuar, sepse kanë pasur jetën në rrezik, sepse kanë humbur pronë, kanë mbetur pa asgjë dhe kanë qenë detyruar të ikin e tjera. Jo. Një pjesë jo e vogël kanë ikur të korruptuar, kanë ikur me qëllim për të pastruar paratë e krimit, janë sekser të pushtetit dhe rrezikojnë që të na kthehen këtu dhe të rimarrin pushtetin. Dhe fakti që ti shikon se të tërë njerëz, bum, një ditë papritur, vërshojnë në shesh, është edhe shenjë për mua që ata jashtë, duke kuptuar që ariu po ngordh, ju duhet një klysh tjetër. E kuptove? Në qartë, ta kuptoj se mbaj mend të që ke thënë që ka një pjesë aty që kanë ikur jo nga
kjo jo nga domosdoshmëria për të ikur, por i kanë çuar për një lloj misioni le të quhen. jo, I kanë çuar. kanë ikur duke përfituar me është një farë gjobvenje, që nëse ti nuk më jep këtë apo atë, unë do të ngres zërin, do të them që ti ke bërë këtë, ke bërë këtë. Ka një lek do. Ose i ka dhënë 2 lek, ose i ka thënë, hajde me mua të çojnë në Itali apo në Francë, të gjejë punë tjera mbilgojnë. Dhe ikin njerëzit. Po këta kthehen tani sot dhe dalin me pretendimin që ne kemi ardhur se na dhe mbarku për atë dheu, na thret atë dheu. Tani, unë përsëri do të insistoj në këtë fakt. Që të luftosh dhe të derdhesh në sheshit, të thuash që do ta hedhin poshtë të qeveri, e mrekullueshme. Po kjo është vetëm aja. Sepse Eksakt se aty edhe ata njerëz aty që për ditën e 13 që jemi sot. po, Pra, kjo është ajo, duket e pamjaftueshme kjo. Po, Deri te aja. po, pra, çka ka mbrapa se po çka ka mbrapa? Prit, Prit, tash çka ka mbrapa? Dhe unë prandaj të thash tash, jemi para 2 opsionesh. Një që pushtetin ta marrin ata që do të bëjnë pothuajse të njëjtin gjë që kanë bërë këta që ikin, sepse s'kan ata asgjë të tyre. Në kuptimin e motivimit real për të ngritur kundër këtyre që janë. Po. Dhe e dyta që të vinë në pushtet një forcë që nuk ka, jo vetëm që nuk ka s'ka pasur asnjë lidhje, marrëdhënie, korrupsioni, më të thash nepotizmi e tjera me ish pushtetarët, po dhe që është Isha Sobrana njëse. po dhe që është dhunuar nga pushtetarët, është përndjekur, është poshtëruar dhe është grabitur. Më thënë, sigur këtë pushtet ta marrin prapa ata njerëz që nuk kanë asgjë të tyre, çfarë do bëjnë ata? Do fillojnë të vjedhin nga e para shtetin. Çish kanë bërë këta të tjerët? Kupton? Se është oportune, domethënë kur ti e ke gjën gati, thon kështu këta, shqypi ta fusin dorën, po këta nuk fusin dorën, ta fusin garuzën. Po pra, se kjo është i teoria e tyre. Ndërsa Angel Luka, për ata që nuk e din, nuk ka një mal me parat të vetat dhe nuk kanë nevojë për parat të shtetit. Unë kam më shumë para se që mund të marrin të tërë pushtetarët bashkë. Po të hapen letrat aty. Një dhe dyta, me kryesorja, unë kam dhenë prova që nuk jam me pushtetin. Unë kam dhenë prova që nuk e pranoj korruptimin. Unë kam dhenë prova që nuk pranoj të punoj kundër vendit tim dhe kundër popullit tim. Ka në njeri nga ata që ka dhenë prova? Le të dalin. Ka në njeri që ka ndendur 18 vjetë rrugëve? Le të dalin njeri. Do më thënë, po ju them atyre zotërime, mos lejoni që të uzurpohet pushteti nga njerëz që do të rifillojnë prapë të njëjtën histori. Sepse, do themi dhe këtë tjetrën, ka ndonjëri prej tyre që do t'i rezistoj pushtetit amerikanëve, të izraelitëve. Po ti i reziston do të sajti Angel? Unë kam 25 vjetë që ju i rezistoj. Ti rezistosh si individ, okej, po ti rezistosh si popull, si shtet. Shiko, unë ata i bej që të mbaj, unë ata i bej të mbaj gojën kyçur dhe të rinë larg brenda sekondës që unë vinë pushtet.